Lajmet rreth familjes së përmendur gjërësisht të Luiz Eilidh dhe Kiara Titos vazhdojnë të marrin vëmendjen e publikut, por këtë herë qendra e vëmendjes është vendosur tek nëna e këngëtarit, Angelina Eilidh. Së fundmi, burime pranë familjes bëjnë me dije se Angelina i ka kërkuar me ton të prerë Luizit që të rregullojë prioritetet e tij. Pas një periudhe mjaft të ngarkuar me koncerte, udhëtime dhe angazhime të shumta muzikore në çdo skenë qytet, nëna e tij i ka kërkuar që të qëndrojë më shumë në shtëpi për t'ju përkushtuar Kiarës dhe vajzës së tyre të vogël, Lunës. Përplasja mëmërore birore dyshohet se ka ardhur pas mungesave të njëpasnjëshme të Luizit në shtëpi për shkak të agjendës së tij të ngjeshur. Angelina, e cila njihet për natyrën e saj të ngrohtë por dhe direkte, nuk ka hezituar t'i bëjë të qartë të birit se rritja e vajzës dhe prania pranë partneres janë mbi çdo gjë tjetër në këtë moment të jetës. Megjithatë, siç dihet, balanca nuk është e lehtë. Luizi e ka gjetur veten mes dy zjarresh, nga njëra anë, kërkesa e drejtë së ëmës për më shumë kohë familjare, por nga ana tjetër detyrimet e tij profesionale dhe kontratat e shumta që kërkojnë praninë e tij në skenë. Pavarësisht përkushtimit ndaj muzikës, artistit do t'i duhet me do e mos të gjejë një rrugë të mesme për t'ju nënshtruar ritmit të punës, pa lënë pas dore ngrohtësinë e vatrës familjare. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!